Ekspertët e lëkurës kanë paralajmëruar se thonjët tuaj që rriten në ata që i mbani me gjel, pra thonjt artificial mund të shkaktojnë infeksione të rënda. Bakteret mund të strehohen në lëkurë dhe thonjt tuaj do të marrin ngjyrë blu, të gjelbër apo edhe të zinj. E sipas ekspertëve, nëse kjo gjë ndodh, atëherë vetmja kur është heqja e thonjve plotësisht, shkruan dhe san. Sipas tyre, problemi mund të shmanget duke përdorur pajisje të dezinfektuara dhe duke hequr rregullisht thonjt artificial. Zona e problemit duhet gjithashtu të mbahet e thatë derisa të shërohet siç duhet. Por sipas ekspertëve, infeksione të tilla mund të ndodhin edhe te njerëzit me thonjë natyral.